Sot kemi me fol një temë që është e shkurt, mirë po e ka rëndësinë e vet. Mendoj që disa herë kemi fol për punën e lirisë edhe strukturës brenda klasës. Mendoj që diçka që nuk e dinë njerëzit ose nuk janë shumë të informuar është që në Montessori të dyjave ju jepet rëndësia e vet. Domethënë, çfarë sa është e rëndësishme struktura edhe rregulli, është e rëndësishme edhe çajo pjesa e lojës së pastrukturuar. Sistemi tradicional i edukimit, shumicën e rasteve, është shumë i strukturuar në sensin që gjithmonë dikush që është i rritur e udhëheq klasën. Kjo fëmijët i lodh, për arsye se ata janë të bëu punë të cilat janë të dirigjuar prej dikujt që është më i madh. Në Montessori dita zakonisht ndahet në dy pjesë, me thonë. Koha e parë, pjesa më e rëndësishme e ditës është koha e punës, që është kohë e strukturuar. Pra, gjithmonë dihet që fëmijët edhe pse është e udhëhequr prej fëmijëve, e dinë që kanë me bëu diçka dhe kanë me bëu punë e cila është punë e cila e ka një qëllim të vetën, edhe duhet me e bëu dhe ata në qatë mënyrë vetë përmbushën. Ndërsa pjesa tjetër e ditës zakonisht insistojnë me qenë e lirë, në thojza po them, mirë po kjo është vetëm kohë e pastrukturuar, që ata e kanë lirinë me folë edhe me kalu kohë me shoqninë e vet që e kanë në klasë dhe me bo pak a shumë zgjedhje të problemeve, nëse ka ndonjë problem, edhe gjithmonë me e zhvillu aspektin tjetër të njeriut që është aspekti emocional, zgjidhja e problemeve e tjerë. Prej eksperiencës, në takime me prind gjithmonë e kemi të rëndësishme me ja u kujtu sa është me rëndësi me ardhur në kohë. Do me thonë, mëngjesi është koha më e rëndësishme e ditës për neve. Mendoj që edhe fëmijët vet, në momentin që janë brenda në kohën kur fillon gjithçka, kanë me qenë ma të qetë edhe ma të lumtur. Kom pas eksperienca të shumta, mendoj që çdo mësuese e ka këtë lloj të observimit, që një fëmijë i cili vjen ma vonë në klasë ka me ndi një farë lloj presioni në momentin që i sheh krejt tjerë tu i bë gjëra që kanë vendosur me i bë. Prandaj mendoj që është e rëndësishme që kjo struktura. Prej eksperiencës tonë, diçka tjetër që e kemi observuar është që edhe fëmijët të cilët mungojnë shpesh, në të ardhmen ju shfaqen disa probleme që është mandej shumë vështirë me i menaxhu, ose në raste më thjeshta kërkon punë shumë ma shumë me këta fëmijë, për shkak se kur ata mungojnë rregullisht në shkollë, e krijojnë një farë mendimi që shkolla është diçka dytësore, me thonë, edhe është zgjedhja mundesh me shku ajo, mirë po prej moshës 6 vjeçare kërkush nuk e ka atë zgjedhje, nuk mundën mos me shku në shkollë, është diçka obligative dhe ata duhet patjetër me shku. Mirë po fëmijët të cilët na kanë ardhur gjithmonë me rregull, gjatë javës nuk kanë mungu vetëm raste specifike kur për shembull kanë qenë smut ose kanë shku pushime me prind, këta fëmijë kur kanë shku në klasë parë ose kur kanë shku në shkollë, kanë kallëzu sukses jashtëzakonshëm për arsye se e kanë një farë strukturën mendjen e tyne që i përcjellin krejt obligimet e tyne që i kanë edhe karshi shkollës, mirë po edhe aspekte tjera. Është shumë e rëndësishme edhe që kjo që po e thute mos me ardhë vonë, mirë po gjithashtu edhe mos me mungu sipas mundësive, se normal e kuptojmë kur janë smut fëmijë që nuk munden me ardhë në shkollë. Rëndësinë e strukturës mendoj që e kemi stërfol edhe e vazhdojmë me fol çdo ditë. Mirë po tek ajo që kthehemi gjithmonë është që këta në funditës janë fëmijë dhe kanë nevojë për lojë të lirë, kanë nevojë me qenë në ambiente ku mujnë me vrapu, me pas aktivitet pak ma shumë fizik. Në mënyrën që strukturohet Montessori si metodologji dhe forma që na e ndërtojmë ditën tonë, gjithmonë ka me fut brenda kohën jashtë, do me thonë a është shia, a është bora, a është diellna, gjithmonë në baza ditore mundohemi me ja ofru qëtë kohën kur ata dalin jashtë prej objektit të shkollës edhe kanë qatë kohën e lirë me lujtë edhe me mbri ndoshta edhe qatë potencialin e aktivitetit fizik që kanë nevojë me pas çdo ditë. Shpesh prenda thojnë pse nuk ka orë të karatës, orë në aktivitetit fizik.
Mirë po na gjithmonë refuzojmë me i bo këto pjesë të shkollës tonë, për arsye se kjo është prapë kohë e strukturume për fëmijë edhe preferojmë që një kohë të caktuar ditore me pas të pastrukturume. Shumë aspekte zhvillohen te fëmiu kur e ka lojën pa strukturë. Në këtë konceptin e free play, lojës të lirë, fëmijët gjatë asaj kohe mësojnë për shembull, nëse ka ndonjë problem me një shok ose me një shoqe, qysh me zgjidh qatë problem. Nganjëherë ata krijojnë lojë të tyne, të cilat janë momentale, që aty në moment një fëmijë vendos me kriju një lojë, ajo mandej na ndihmon zhvillim të imagjinatës, organizimi i grupit, nëse don me shti ma shumë fëmijë në lojë, qysh me i përcjell çato rregulla të cilat ata i kanë kriju. Krejt këto fëmijët i përgatisin për sa në të rëndësishme njët për ma vonë, që thojmë gjithmonë që fëmijët se përgatisin veç me shku në klasë parë, po shumë ma gjatë se qaq. Pjesa tjetër mandej është edhe veç loja e lirë, me përjetu natyrën, me përjetu ambientin, rrethin, ku janë ata, nëse ka lodra, me lujt me lodra, nëse ka zalli dhe me lujt me dhe edhe me e përjetu pak natyrën vetë pa udhëzim të dikujna që është ma i madhe dhe nëpërmjet syve të atij të rriturit, po ma shumë veç me eksploru vetë natyrën. Diçka që ndron në kohën, në qëto dy ndarjet e ditës, është edhe roli i mësusës ose i udhërëfyses brenda klasës. Në kohën e punës, të thonë që atë kohën kur ata veç janë tu i përdor materialet edhe nuk janë komplet të lirë, në atë sensin që mujnë me lujt ose me vrapu ose diçka e tillë, po janë të fokusuar në gjanat e veta. Roli i udhërëfysës në këtë rast është ma shumë me qenë në ndihmë atëherë kur kërkohet. Edhe është pak ma aktiv në qëtë kohë, për shkak që na e dim, na çdo ditë jemi aty me fëmijë dhe ata kanë ma shumë nevojë për ndihmë në kohën kur janë të mësu diçka të re ose kanë nevojë me ju tregu se çysh përdoret një diçka e caktuar. Prandaj mendoj që është ma aktive edhe në momentin kur ata e kanë asnjë lojën e pastrukturuar edhe kohën ma të lirë të ditës, mësusja është aty veç me qenë një sy për fëmijët cilët janë të e përjetu që atë kohën e tyne edhe nuk është që përzihet në atë sensin, nuk është që ajo ka me organizu një lojë, edhe nëse është lojë fun ose çka do, ajo ka me qenë ma shumë në rolin e observusës, me e ofru ndihmën kur ka nevojë, mirë po jo me qenë me ndërhyj ose me organizu vetë diçka të caktuar, edhe pse ka me qenë diçka e pastrukturuar. Për diçka që shumë shpesh është kritiku metodologjia Montessori, është që nuk ka shumë free play, lojë të lirë. Mirë po kjo nuk qëndron për arsye se ka shumë lojë të lirë që gjatë metodologjisë na e bojmë, edhe gjatë kohës të punës ka pak kohë të lirë me thonë, ose lojë të lirë. Loja e lirë është për shembull nëse fëmia e ka lirinë e plot me zgjedhje një material edhe një fëmijë tjetër me cilin don me punu. Sado që na e quajmë punë, edhe që fëmijët punojnë, ajo është prapë për ta liri për me zgjedh. Mirë po, keq kuptohet në sensin që kur loja e lirë është diçka që nuk ju jep fëmijëve ndjenjen e kuptimit ose perceptimit të botës së cilën e kanë. Fëmijët kërkojnë kuptim, dojnë me kuptu gjanat ashtu qysh janë. Sado që na kemi qef me pa video të fëmijëve të lujt me materiale të cilat janë, për shembull, nëse është gota e cila përdoret për me pi ujë, edhe nuk e sheh njëri të madh të e përdor gotën për diçka tjetër për pas me pi ujë për shembull, edhe sheh fëmin të e përdor në mënyrë imagjinative dhe na duket shumë interesant, të thojmë po e zhvillon imagjinatën, realisht duhet m'ia jap fëmis edhe kuptimin pse një gotë përdoret, për çka përdoret, çfarë roli e lun. Këta janë fëmijë të mësu të e zbulu botën rreth tyne, nuk do me thonë veç çka i servojmë na se të rritun. Këta duhet me eksploru, nuk ka diskutim, mirë po për m'ja u mbështet fëmijëve aspektin e eksplorimit, na ja ulojmë aty me kohën natyrë, po natyra duhet me u respektu, nuk mundemi veç me pretendu që nëse i marrim do gjana që përdoren për ditshmëri, i qesim natyrë edhe lujmë me to që ajo është zhvillim i imagjinatës. Përkundrazi, mendoj që fëmijët kanë nevojë me pas kuptim
gjanat me cilat ata i përdorin, edhe gjatë kohës sa janë të mësu edhe të eksploru gjithçka rreth tyne, është koha kur na i përkrahim të ja ulon hapësinën me eksploru natyrën, mirë po tjetën kohë edhe me ditë për shembull që luga, piruni, pjata, këto gjana përdoren për mrenda dhe për me hangër bukë në to. Sado që mundem me pretendu që ato janë zhvillim i imagjinatës, teknikisht është përdorim i një materiali caktuar, për shembull gotës në mënyrë të gabuar, që na e konsiderojmë që është mënyrë e gabuar. Pse? Sepse metodologjia Montessori bazohet vetëm në gjana reale. Kur rritemi, jetojmë në një realitet edhe e dim gjana për çka përdoren edhe e mbajmë që ato gjithmonë, ndërsa te fëmijët gjithmonë pretendojmë që nëse fëmia është mbrana në klasë dhe është të pi ujë, gota është për me pi ujë, nëse e jep gotën me dalë jashtë dhe me lujt me ta, mandena e hub pa kuptimin, nuk mundet me pas shumë sens fëmia për çka përdoret. Ta zojmë një fëmijë që i ka 2 vjet, 2 vjet e gjys, 3, ajo është në kohën kur është të mësu edhe për këtë arsye na mundohemi me i nda. Free play është, ose lojë e lirë, është siç e thënë më herët, rastet kur fëmijët tonë e krijojnë një lojë vet. Ajo lojë ka do rregulla, mësohet fëmia me e shti dikon tjetër në lojë, shokët ose shoqet e veta me inkuadru, ajo zhvillon plot sande tjera, për shembull aspektin e zhvillimit të leadershipit, aspektin e zhvillimit të funksionimit në grup, mandej edhe pjesa imagjinative e lojës, e cila është diçka që është e krijuar prej vetë fëmijës. Mendoj që kreativiteti dhe imagjinata mbështeten mjaft shumë në metodologjinë, a kemi folë disa herë. Fëmijët gjithmonë e kanë lirinë edhe gjithmonë kur vlerësohet një fëmijë ka me pas çat aspektin e vetdijes artistike që e thrasim na, do të thonë ata janë gjithmonë të ekspozuar në muzikë, në art, në filma, që na mundohemi përmes disa elementeve me mbështet që kjo pjesa e kreativitetit dhe imagjinatës, do me thonë gjithmonë me qenë na ata që drejtojmë dhe ja u japim që ato mjetet cilat ju duhen atyne që me mujt me imagjinu diçka të caktume. Pjesa e zhvillimit imagjinatës është keq kuptu mas shumti në metodologjinë Montessori dhe është kritiku mas shumti, sepse besoj njerëzit që përderisa fëmijët nuk janë të bo siç kemi bo na fëmijë kur kemi qenë pite me lloç ose kemi lujt me luge, piruna, i kemi qit jashtë dhe jemi knaq, ndoshta si fëmijë. Kjo vjen si pasojë që fëmijët na, kur kemi qenë fëmijë për shembull, nuk kemi pas rast dhe shans me shku edhe me hyn kuzhinë me prindin ton, për shkak se ata kanë qenë shumë të nxanun edhe nana ose baba ose kushdo e ka bo drekën edhe fëmijët kanë lujt, kanë bo diçka tjetër. Mirëpo metodologjia Montessori e ka observu këtë si të tillë edhe ka thonë që okay, fëmijët pas kanë qef me bo pite. Po qysh me i bo atë pite, ma mirë është me i marë fëmijët, me i inkuadru në kuzhinë, me ja u përmbush qatë pjesën e sensitive që ata kanë dëshirë me bo pite, edhe me e përmbush qatë knatësi, edhe në momentin që përmbushet kjo knatësi, mandena ata bojnë lojë tjera imagjinative të cilat nuk janë me dojmës një farë mesin mes të jetës reale edhe asaj imagjinare. Pra fëmijët janë shumë të sakt në ato çka dojnë. Mirëpo e jona si të rritun është me observu edhe me u mundu m'ja plotësu qatë dëshirë. Nëse po bëj ka thojza pite me lloç, ma mirë është me marrë me ardh në kuzhinë edhe me gatu me prind, edhe me përmbush qatë dëshirë, e mandej loja imagjinative me kon diçka tjetër që është për një me imagjinat. Jo vetëm një reinterpretim i jetës reale në një botë ku a jeton.